وصحبه أجمعين. Hamd falenderimet e panumërta I takojnë vetëm Allahut, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Këndës që uzon Allahu në rrugë të drejtë, nuk ka kush që humbë, dërsa kush me vetë dëshirë për rrugë zgjedh humbjen, nuk ka zëvës tjetër pas Allahut. Selamet tona qofshin mbi Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata muslimanë dhe muslimane që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pa humbur kohë, të nderuar xhamat, ashtu siç jeni njoftuar me kohë, sot kemi nderin dhe kënaqësinë që u prezantoj dy hoxhallarët tanë të mirënjohur nga Tirana, hoxhën Zejdi Baroshi dhe gjithashtu hoxhën Bilal Shkrepi, të cilët kemi nderin dhe kënaqësinë që sot të dëgjojmë diçka prej fjalëve dhe këshillave të tyre. Allahu I shpërbleft. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Përshëndetjet I dërgojmë mbi më të zgjedhur në njerëzimit, profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Rinia në Islam dhe shembujt që rinia jonë duhet të ndjekin. Kjo është tema për cilën kam menduar që të trajtoj. Elus Allahun e lartësuar që të takim ta bëj të begat. Elus Zotin e gjithësisë që kështu siç na ka bashkuar në këtë vend, na e mundësoj të bashkohemi në xhenetet e Allahut të lartësuar. Duke u nisur edhe nga fjala e Zotit të gjithësisë, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Përkujto se me të vërtetë përkujtimi I bën dobi besimtarëve. Islami I ka kushtuar një rëndësi tepër të madhe rinisë, të rinjve. Sepse ata janë ëndra e një shoqërie, janë ardhmja e shoqërisë, janë mboroja e një vendi. Ata janë ardhmja e fesë. Allahu subhanahu wa taala kësaj etape në Kur'an I kushton një rëndësi të veçantë. Dhe përmend Zoti I gjithësisë, edhe këtë pjesë të jetës njeriut. Allahu alladhi khalaqakum min da'f, thot Zoti I gjithësisë. Zoti juaj është ai I cili ju ka krijuar nga dobësia, dobët. Thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa. Thot më pas dobësisë, bëri që të jeni të fortë. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Dhe bëri, thot Zoti I gjithësisë, që pas forcës të vi dobësia dhe pleshëria. Profeti sallallahu alaihi wasallam, po të shohësh në hadithet e tij, I ka kushtuar një rëndësi të veçantë kësaj kategorie. Dhe në shumë hadithe porosit që të shfrytëzohet kjo kohë, kjo pjesë e jetës veçanërisht. Dhe thot në një hadith, I cili është pra e përmend Bejhaqiu në Shu'ab al-Iman, po ashtu dhe Imam Ahmedi në Musnedin e tij, se profeti alayhis salam ka thënë: "Ightanim khamsan qabla khamsin." Shfrytëzoj 5 gjëra para 5 të tjerave. Shababaka qabla haramik. Rinin tënde para se të plakesh. Sihatak qabla saqamik. Shëndetin tënd para se të sëmurësh. Faraghaka qabla shughlik. Kohën e lirë para se të angazhohesh. Ghinaka qabla faqrik. Pasurinë tënde para se të varfërohesh. Wa hayataka qabla mautik.
dhe jetën tënde para se të ndrosh jetë, para se të vdesësh. Këto dyja kushtoj të gjitha këto pika, por dy që kanë të bëjnë pra lidhen fort me rinin. Shababeke qable haramik. Rinin tënde para se të plakesh. Ndërsa në një hadith tjetër, e përmend Ibn Hibani, profeti alayhis salam thot, nuk kanë për të lëviz këmbët e birit të Ademit ditën e gjykimit para se të pyetet për 4 gjëra. An umrihi fima afna, jetën e tij, si e ka harxuar atë. An shababihi fima abla, rinin e tij, ku e ka shku, si e harxoi. Pasurinë e tij, si e ka fituar dhe si e ka shpenzuar atë. Dhe dijen çfarë ka bën, diturinë për atij, çfarë ka vepruar me to. Vjen po ashtu në një hadith tjetër të profetit alayhis salam, që përsëri përmend rinin. Ku përmend profeti sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kategori njerëzish. Allahu do t'i fusë në hijen e arshit të tij, atë ditë ku nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit Allahut. Dhe përmend ndërta wa shabun nasha'a fi ta'atillah. Dhe njëri i cili është rrit duke ju bindur Allahut lartësuar. Zoti i gjithësisë, po të meditosh në Kur'an, po të lexosh në Kur'an, do të gjesh që pejgamberët e tij i ka dërguar në rini, kur kanë qenë të rinj. Dhe thot Ibn Abbasi, nuk ka dërguar Allahu i lartësuar pejgamber vetëm se të rinj. Dhe thot nuk i është dhënë dituria ndaj njeriu pra të dijes vetëm se kur ka qenë i ri. Zoti i gjithësisë përmend për shembull për Ibrahimin alayhis salam në Kur'an, ku than populli i tij kemi dëgjuar than se mëna feten, kemi dëgjuar një djalë të ri than që i kujtonte për ato idhujt. Pasi Ibrahimi alayhis salam i rrezoi, i thyu. Po ashtu Zoti i gjithësisë përmend për Yahyain alayhis salam. Ja Yahya, khudh al-kitaba biquwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya. O Yahya, merr librin fort. Dhe ne ja dham atij urtësinë qysh kur ishte fëmijë. Po ashtu për Musa alayhis salam, walamma balagha ashuddahu wastawa, dhe kur ai arriti moshën, Zoti i gjithësisë çfarë përmend? Thot ja dham atij në fund ajetit, thot ja dham atij diturinë dhe urtësinë. Po ashtu përmend për Jusufin alayhis salam. Kur ai arriti moshën, ja dham atij diturinë edhe urtësinë. Profeti alayhis salam, shpallje i erdhi, moshën 40 vjeçare, i ri. Dhe ajo që ndoshta çdo prind duhet ta ketë breng janë fëmijët, janë të rinj tanë. Dhe çfarë duhet ata të kenë për shembull në jetën e tyre? Çfarë duhet ata të ndjekin në jetën e tyre? Zoti i gjithësisë e përmend në Kur'an profetit alayhis salam. I thot ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi. Përmend pra për pejgamberët, për profetët. Thot ata ishin ata të cilët ishin në rrugën e drejtë. Hapat e tyre ndiqe, urdhëron profetin alayhis salam. E njëjta gjë edhe për ne, edhe për të rinjt tanë. Më mundu me ndjek hapat e profetëve. Dhe ne nëse kthehemi tek Kur'ani, libri i Allahut lartësuar, Zoti i gjithësisë na përmend ngjarje të ndryshme të profetëve, të cilat vlen për shembull për të rinjt tanë. Dhe
duhet dim diçka. Se i riu ka nevojë të shoh më shumë se sa të dëgjoj. Dhe kjo kalon përgjegjësia tek prindi, tek babai. Fëmia ka nevojë të shoh, mëson më shumë me të pamen, se sa me të gjuhën. Nëse prindi nuk ka rregull me namazin, pret të jetë fëmia. Nëse prindi nuk është i sjellshëm në familje, pret të jetë fëmia. Nëse prindi nuk e ruan lidhjet me fisin, pret të jetë fëmia, i thotë ti duhet bësh shumë mirë, po ti. Pra fëmia ka nevojshme me ndjek shembull. Allahu subhanahu wa taala ja dha profetit alayhis salam shembujt e profetëve. Na dha neve shembullin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe trita, për shembull, në ekzistencën e Zotit. Mund t'jekin hapat e Ibrahimit alayhis salam. E përmend Zoti i gjithësisë në Kur'an. Ai gjeti popullin e tij, ishin një pjesë e tyre adhuronin pra idhujt, një pjesë tjetër adhuronin planetet. Dhe menjëherë filloi diskutimin Ibrahimi alayhis salam i ri. Filloi diskutimin me ta, me atë që ata pra kuptonin. Edhe filloi me yjet. Tha, ky do të jetë Zoti. U zhdukaj, doli hana. Ky tha do të jetë Zoti. U zhduk dhe ajo, doli dielli. Ky tha, është më i madh, më ndriçues. Por edhe ai u zhduk. Atëherë tha, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardh. Unë kam drejtuar atij i cili ka krijuar qiejtë dhe tokën. Në adhurimin e Zotit, po ashtu Ibrahimin alayhis salam, kur shkoi, i thyu idhujt dhe la më të madhin, pyetën, tha, nëse flet, nëse dëgjon, pra nëse ha, nëse ju jep përgjigje, me dialogu me ta, me diskutu me ta, të rinj tanë sot duhet të meditojnë ke kjo jetë e këtij profeti. Dhe të jetë kjo për shembull. Njerëzit sot, për shembull këtu, çfarë diskutimi bëjnë? Mundohet të ndjek hapat e këtij. Dhe të mundohet atë rrethin që ka të ndikojnë tek ata. Ky duhet të jetë shembulli që duhet ndjek njëri. Kur vjen çështja e nderit, çështja e moralit, përsëri jep Allah subhanahu wa taala shembull në Kur'an. Ke Jusufin alayhis salam. Jusufi alayhis salam mos provu, qysh vogli, u largu prej vendit të tij, jo me dëshirën e tij. Dhe më ndryshe se shumë prej nesh, ai përfundoi skllav. Nga i lirë përfundoi skllav. Dhe në shtëpinë e atij ku ishte skllav, u sprovua edhe më shumë. Ajo gruaja, pra në urdhër të cilës ishte, filloi ta joshte. Filloi pra të synonte dëshirat këqija me të. Dhe e përmend Allahu subhanahu wa taala këtë ngjarje, pra ngjarjet më të bukura në Kur'an. Ku ajo pra u përgatit për ta dhe tha, jam gati për ty. U përgatit për të dhe i tha, jam gati për ty. Wa ghallaqat al-abwaba wa qalet hayta lak. Ajo i mbylli, thot Zoti i gjithësisë, dyert dhe tha, jam e gatshme për ty. Por Zoti i gjithësisë e përmend ngjarjen e Jusufit alayhis salam me detaje. Ai çfarë tha? Tha, ma'adallah, kërkoj mbrojtjen e Allahut. Ajo përsëri u përbosh. Përsëri thuri kurthe tjera. Nëse nuk binde, do burgose, do t'jetë prej poshtrumve. A u dorëzoi Jusufi alayhis salam? Jo. Ai bën përshtypje këto? Jo. Pse? Sepse ai mundohej të ishte afër Allahut lartësuar. Mundohej të binde i Zotit gjithësisë. Mundohej të ruante nderin e tij. E dinte shpërblimin që e pret pra të ndershmin tek Allahu i lartësuar. Ajo përbosh me format e saj, me kurthet e saj. Ndërsa Jusufi alayhis salam ndejti në atë ndershmërinë, në atë pastërtinë e tij. I riu jon është e nevojshme dhe rinia jon është e nevojshme që të ndjekin shembujt e këtyre profetëve, e këtyre njerëzve të zgjedhur. Dhe më mundu me përmirësu vetet, me i marrë ta shembull për jetën tonë.
E në fund pastaj, vjen lumturia e kënaqësia në këtë botë, para botës tjetër. Allahu i lartësuar e premton në Kur'an. Profeti alayhis salam na tregon hadithet e tij. Më pas kemi shembuj tjerë, të cilët duhet t'i ndjekim në jetën tonë, janë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në çdo aspekt të jetës, ti ke shembuj nga jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilët duhet që muslimani me ndjek, duhet që muslimani me përdjek, me lexu për ta, me nxjerr mësime nga jeta e tyre, dhe ato me mundu me praktikum për ditëshmëri. Për shembull ke Aliu, Zoti qoftë i kënaqur për ti. Imagjinoje, qysh pa mbushur 10 vjeç pranoi Islamin. Erdhi mesazhi i profetit alayhis salam. E kuptoi se kjo ishte e vërteta, pranoi Islamin. Ti shef sot njerëz, ai mund të jetë 20, mund të jetë 30, 40, 50. I thua ka thonë Allah, ka thonë i dërgumi ti, stepet, nuk ashtu, pse? Ndërkohë ky 10 vjeç, pa mbush 10 vjeç, pranoi Islamin, pranoi thirrjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Vjen më pas moshën 23 vjeçar. U mblodhën krerët e Mekës për të vrarë profetin sallallahu alaihi wasallam. Aliu i thot profeti alayhis salam, do të shtrihesh pranë shtrapin tim natën e hijretit. U shtri Aliu i guximshëm. Edhe pse pritet ndoshta nga momenti në moment të hynin ta vrisnin. Por kishte besim të fortë. Ishte njëri i guximshëm. Më pas shko në Medinë, betejë e parë mes muslimanëve dhe jo muslimanëve, lufta e Bedrit. Njëri ndër të parët dolin dy luftim. Ai në Xhaxhain dhe djalin e Xhaxhait ti. Dolin dy luftim. E vrau armikun e tij. Çfarë zemre i dha muslimanëve, djali i ri. Më pas vjen lufta e Hendekut. Njëri prej krerët e të idhujtarëve kërkon dy luftim që gjithë arabët e kishin frikë. Amr dhe Wud. Ishte pra ndër më të trimat e arabëve. Kërkon dy luftim, ngrihet Aliu do i dalë thot. Del, thot kush je? Jam Aliu i biri e Abu Talibit. Ati i kujtohet që në Mekke kishte pas shoqëri, miqësi me Abu Talibin. E thot, o djalë, ti e i ri, thot. Plus unë kam pas miqësi me babajnë tëndë. Pra nuk du që derë gjakun e mikut tim. Thot Aliu, unë dua. Dhe e vret Aliu ato. Në luftën e Khayberit, profeti sallallahu alaihi wasallam thot, do t'ja jap, thot, flamurin një njeriu i cili e do Allahun, e do dërgumin e tij, dhe e do atë Allahu dhe i dërgumi i tij. Kush ishte ky? Ja dha flamurin Aliut, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Muslimani kur lexon historinë e Aliut, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, ne nuk po themi që ai të ngrihet dhe të vrasë rrot. Por ti nxjerr mësime nga guximi i tij, me e fort vërtetën. Ti mund gjesh sot musliman të ri, që ati i vjen zor me u shpreh se jam musliman, se falem më. Pse? Ti e në vërtetën. Ti po i bindesh Allahut, po i bindesh dërgumit të tij. Pra ti përfiton nga kjo anë. Ti përfiton guximin që ai kishte, përfiton bindjen që kishte ndaj Allahut, bindjen ndaj dërgumit alayhis salam. Kalo pastaj tek sahabë tjerë. Sa'd ibn Abi Waqqas. Zoti qoftë i kënaqur prej tij, djali i ri. Pra, as 17 vjeç nuk ishte. Por njëhe që ishte njëri në Mekke ndër njerëzit më respektues ndaj nënës së tij. Erdhi mesazhi i Islamit. E pranoi Islamin. Vazhdonte të ishte respektues, se Islami na mëson me respektu prindin. Por nëna e tij nuk i pëlqeu kjo gjë. I thot, pra ose le Islamin, ose le e këtë fe, ose unë kam vendos nuk ha ushqim. Dhe do dalfa, do rrim shkëtir, në mes diellit, dhe nuk kam për të ngrënë ushqim. Saadi normal, i dhim se nona,
Por amo Zoti ishte më i dashur. Profeti alayhis salam ishte më i dashur. Feja e Zotit ishte më e dashur. U mundu ta binte, por e pamundur. Atëherë mori ushqimin. I tha, ja ku e ke ushqimin, ja ku e ke dhe shtëpinë. Tha, ti si dush. Tha, edhe nëse i nxjerr dhe 100 shpirtra pra i ke. Nxjerr njëri, nxjerr tjetër, me radhë, tha, unë këtë fej nuk e lej. Feja Allahut. Sahab, për të marrë shembull në vendosmërinë e tij, në dashurinë e tij ndaj Allahut, në dashurinë e tij ndaj profetit alayhis salam. Vjen shembulli tjetër Osama ibn Zeid, 17 vjeç, drejtoi një ushtri, pra në komandën e tij ishin 4 njerëzit më të mirë pas profetit alayhis salam. Ebu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu. Të rënë një veta, sahabu, në të morin në komandën e tij. Hajde pastaj sahab tjerë, të cilët përsërishin shembull dhe vlen që t'jenë shembull për ne në ditën tonë. Zeid ibn Thabit. Kur emigroi profeti sallallahu alaihi wasallam për Medinë, Zeidi ishte 11 vjeç. I thot, më pas i thot profeti alaihi salam, i nevojitej një person që të mësonte gjuhën e hebrejve. I duhej profeti alaihi salam për të shkëmbyer letrat me ta. Pra, dikush që kuptonte gjuhën, dinte shkrim, lexim gjuhën atyre. Ju përvesh punën e Zeidi. Dhe e ka mësuar gjuhën e atyre, gjuhën e huaj, për 2 javë. Dhe jo mësim, por të ishte si njëri për tyre, pra shkrim dhe lexim. Ky sahab është njëri, pra kryetari i komisionit, pra të mbledhjes së Kuranit, në kohën e Abu Bekrit, po ashtu edhe në kohën e Uthmanit. Këta ishin ata shembuj të cilët vlejnë që ne t'i ndjekim jetën tonë. Dhe patjetër, nëse duam të kemi sukses, duhet që t'i kemi këta sahabë, këta shokë profetit alayhis salam për shembull. Merr një shembull tjetër. Mus'ab ibn Umair, ambasadori i parë që profeti sallallahu alaihi wasallam dërgoi në Medinë, djalë i ri. Por kishte zell të madh. Krerët e Medinës shkoi për t'u bërë për të thirrë dhe pranon Islamin. Shkoi, nuk kishte shtëpi për atë ansarë, vetëm se fillon me mësu Kur'anin. Kush ishte? Ishte ky ambasador djalë i ri që e dërgoi profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo do të jetë shembull edhe për të rit ta, muslimanët ta, ku do që t'jenë, të mundohen që të mirën që e kanë për vete, të apërcjellin atë edhe të tjerëve. Dhe t'jenë këta sahab shembull për ne, erus Allahun e lartësuar, që t'i bëjtë dobishme këto që gjuam, dhe mos harojmë prindrit, se profeti alayhis salam thot, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jepat shembullin e bariut, pra çdo njëri prej jush është përgjegjës. E çdo përgjegjës do të pyetet, do të japë llogari për përgjegjësinë e tij dhe përmend pastaj burri pra është përgjegjës për familjen e tij, gruaja është përgjegjëse për shtëpinë e bashkëshortit të saj, për fëmijët e saj. Elusim Allahun e lartësuar që të na bëjë prej atyre të cilët ndjekin pra profetet e Zotit, ndjekin profetin alayhis salam, ndjekin edhe shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i shpërbleft me të mira, Zoti i nderoft. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Pas fjalës edhe ligjëratës së bukur edhe të bereqetshme nga hoxha i nderuar dhe i bereqetshëm me lejen e Allahut, Hoxha Zeidi, ligjërat në të cilën foli
për vlerën edhe rëndësinë e rinisë dhe të rinjve në Islam dhe se si të rinjt përgjatë shekujve, si tek profetët, ashtu edhe tek pasuesit e tyre, e kanë shfrytzuar këtë mirësi të Zotit në shërbim të fesë së Zotit edhe në shërbim të mësëmirës për krijesat e Zotit, dhe duke qenë se ne këtu ku ndodhemi, me sa shoh jemi të gjithë të pranishmit si xhamat, ose të rinj ose shumë të rinj. Dhe fjala e Hoxhës Zeid na vlen të gjithëve, po me sa kuptova ju drejtua më shumë të rinjve, edhe pak më pak në më pak të rinjve. Zoti ja nderoft edhe begatoft. Për të shtuar fjalës së Hoxhës Zeid diçka, nuk është se kam, sepse Hoxha e shteroi tematikën, Zoti ja nderoft, e ja shtroft rrugën për në xhenet me të lehta e bereqet. Po do të thosha se rinia është një koncept që nuk lidhet vetëm me finjat, siç tha Bexheti pak më herët, para se të rritej ezani i Jacis, ku ka shku Bexheti. Edhe nuk lidhet edhe veç me rrudhat. Rinia lidhet me dëshirën, me motivimin, me aspiratën, me angazhimin e njeriut për të qenë aktiv apo për të qenë pasiv, për të qenë produktiv apo për të qenë thjesht konsumator. Nëse njeriu ka vullnet, ka zell, ka dëshirë, ka aspirata dhe vendos për jetën e tij në faza të ndryshme të jetës, objektiva madhore, objektiva dytësore, objektiva kohore, ai njeri gjithë kohës është i ri. Mbase jo i ri për nga vitet, mbase jo i ri për nga pamja me thinja dhe me rrudha, por i ri për nga zemra, i ri për nga angazhimi, i ri për nga produktiviteti. Dhe të gjithë ju e keni dëgjuar hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili pa dyshim prek të rinjt edhe të vjetrit në mënyrë të barabartë. Thot në të i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb fajaddidu imanakum. Besimi vjetërohet në trupin e çdo njërit prej jush apo në zemrën e çdo njërit prej jush, ashtu siç vjetërohet rroba. Ndaj rinovojeni besimin tuaj. Dhe në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk thot besimi vjetërohet në zemrën e ndokujt prej jush, ashtu siç rrudhet në lëkurën e tij apo thinjet në flokët e tij. Por ka thënë tek çdo kush. Dhe kjo do të thotë se besimi vjetërohet tek i riu dhe tek i riu shumë. Besimi kur vjetërohet nuk njeh mosh, sepse besimi vjetërohet kur njeriu e neglizhon. Kur njeriu nuk e jeton besimin në tërësinë e tij. Kur njeriu merr prej besimit diçka dhe lë shumë çka. Ndaj është e nevojshme që çdo njeri prej nesh në besimin e tij të ketë rinovim,
Dhe rinovimi i besimit nuk është thjesht me dalje nga rutina. Rinovimi i besimit është që njeriu për çdo ditë të shtojë në dijen e tij, njeriu për çdo ditë të shtojë në angazhimin e tij, njeriu për çdo ditë të shtojë në produktivitetin e tij. Nëse njeriu për çdo ditë shton tek e mira të mirë, ai njeri është gjithkohës në rini. Ai njeri është gjithkohës në rinovim. Dhe zemra e tij është e fortë, dhe si rrjedhoj çdo gjë tek ai njeri është e fortë. Ndaj edhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Në trupin e njeriu është një organ i cili nëse përmirësohet, nëse është i shëndetshëm, i gjithë trupi i njeriu është i shëndetshëm. E nëse ai organ dëmtohet, i gjithë trupi i njeriu dëmtohet. E ai organ është zemra. Sërish në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e lidh shëndetin dhe dëmtimin e zemrës me moshën, por e lidh me diçka që është përtej moshës. E lidh me angazhimin e njeriut për ta përmirësuar dhe për ta shëndoshur zemrën e tij, apo me neglizhimin e njeriut në kujdesin ndaj zemrës së tij. Apo më keq akoma, nëse njeriu vepron kundër zemrës së tij. Për këtë arsye, njeriu ka nevojë që çdo ditë të jetë në rifreskim, të jetë në riprodhim. Dhe kjo gjë është e mundshme për gjithçka. Edhe për ne të rinjt që jemi nga ky kënd i këtej, po edhe për ata shumë të rinj që janë hulur atje më tan. Nëse për çdo ditë lexojmë, nëse për çdo ditë mësojmë, nëse për çdo ditë punojmë diçka, do të jemi në rini të vazhdueshme, pavarësisht se sa shkon mosha përpara. Ju shumë të rinjt, mbase e keni pak të vështirë të gjeni ndonjë kujtim nga gjyshrit tuaj që mbase nuk jetojnë, Zotin ata koft me paraardhë si tan besimtar në xhenet, edhe me pasardhë si tan, po në grupi të rinjve këtej i kujtojmë, besojmë edhe baballarit, edhe gjyshrit, të cilët nuk e kam patur këtë komoditetin e rinisë sot, apo jo? Jetën e kam patur shumë më të vështirë se sa është sot. Megjithatë, një dallim i madh mes atij brezi dhe brezit sot është që ata kur kanë shkuar në varr, kanë shkuar si thot populli me këmbë me duar, sepse kanë qenë gjithkohës aktiv. Edhe pse kanë qenë 80 vjeç, 90 vjeç, kur është thirrur ezani, kanë shkuar në xhami. Edhe kur është bërë Ramazani në verë, edhe kanë qenë detyruar të punojnë arat, kanë punuar agjërueshëm, apo jo? Ndërkohë që sot, fatkeqësisht, ka musliman të cilët e duan Allahun, mirë po, e duan edhe pasionin. Dhe kur vjen koha e namazit, bën vaki i jep më shumë rëndësi pasionit se sa namazit. Me idenë që tash jam në fitness, të forcohem,
se shëndeti është i rëndësishëm, muslimani i fortë është më i dashur tek Zoti se muslimani i dobët, edhe harron se forca kryesore tek njeriu është forca e zemrës, forca e vetdijes, forca e vullnetit, forca e vendimit dhe e vendosmërisë, dhe jo forca e dorëzimit përpara pasionit. Për këtë arsye, rinovimi i besimit nuk njeh moshë. Dhe do duhet që çdo njeri prej nesh të jetoj me synimin që për çdo kohë të rinovoj tek vetvetja diçka ose shumë çka. Elementi më i mirë që njeriu të mbetet i ri për herë në besimin e tij është puna e mirë. Ky është elementi më i rëndësishëm. Sa herë dëgjon njeriu se Allahu diçka e do, nuk e mendon. A ta bëj, a mos e bëj. A ta them, a mos e them. Por e thot dhe e bën. Sepse Zoti do vetëm gjën e mirë. Dhe elementi i dytë për ta mbajtur njeriu për herë në rini të ripërtërir është largimi nga puna e keqe. Njeriu që përditshmërinë e tij e ndërton mbi këto dy element, elementin e bindjes ndaj Zotit dhe e largimit prej gjunaheve, ai njeri është në rini të ripërtërir në përditshmërinë e tij. Pavarësisht se si mund ta shfaqi pasqyra. Sepse pasqyra tregon të jashtmen, nuk tregon të brendshmen. Ndaj edhe pleqtë e moqëm në Shqipërinë e mesme ka një shprehje që thon robi plaket kur do vet, apo jo Tiranë. Kështu që njeriu e zgjedh vet se sa i ri apo jo i ri do të jetë me besimin e tij. Përtej atyre dy elementëve që i përmenda, bindjes ndaj Zotit dhe largimit prej gjunaheve, është e rëndësishme që njeriu të motivohet dhe të jetë i ndërgjegjshëm në motivimin e tij për të qenë në ripërtërirje të rinisë në përditshmërinë e tij. Dhe që njeriu të jetë i motivuar dhe i ndërgjegjshëm, do duhet të dalë nga një kurth djallëzor që dreqi përpiqet ta fus njeriu në të dhe të mos e lërë të dalë prej tij. Dhe ai kurthi djallëzor është inspirimi që i çon dreqi njeriut jo vetëm kur shtyhet në vite, por edhe kur është shumë i ri. Dhe i thot, ti vërtet e dëgjove Hoxha Efendin që foli dhe dha shembuj. Po të gjitha ata shembuj ishin nga historia e lavdishme e Islamit. Të gjitha ata shembuj ishin nga njerëz që Zoti veti ka përzgjedhur. Të gjitha ata shembuj ishin nga njerëzit më të mirë që ka njohur historia islame. Ne nuk jemi si ata. A i shkon dreqi shumë kujt me këtë mendim në kokë? Shumë kujt i shkon. Realiteti, vëllezërit e mi, është që kë ka zgjedhur Zoti të ketë Islam, e ka zgjedhur se e do. Dhe e do sepse në zemrën e tij ka parë mirësi.
Pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith thot: Inna Allaha yu'ti ad-dunya man ahabba wa man lam yuhib, wa la yu'ti ad-dina illa man ahab. Allahu dynjan ja jep atij që Zoti e do dhe atij që Zoti nuk e do. Mirë po fen Zoti ja jep vetëm atij që e do. E përsa kohë Zoti i ka dhënë robit të tij fe, do të thotë që Zoti atë rob e do. Dhe Zoti e do robin e tij kur sheh në zemrën e tij mirësi. Siç thot Allahu i madhëruar në librin e tij: Ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum. Nëse Zoti sheh në zemrat tuaja mirësi, u jep më mirë nga ajo që u është privuar. Ndaj, për të mos e lënë dreqin që të na fusi te kurthi i tij, duhet ja kujtojmë vetes tonë këtë mirësi të madhe. Se fen na e ka dhënë krijuesi ynë. Dhe na e ka dhënë me përzgjedhjen e tij. Dhe nuk është rastësore që në 8 miliard njerëz Zoti ka zgjedhur 2 miliard për të qenë musliman. Dhe në 2 miliard musliman Zoti ka zgjedhur sa di ai që të jenë pesvakli. Dhe në ata që janë pesvakli, Zoti ka zgjedhur aq sa e di ai që të jenë aktiv me librin e tij për çdo ditë. Me lexim, me mësim, me praktikim, me ftesën e njerëzve tek libri i Allahut të madhëruar dhe me durim. Të gjitha këto janë përzgjedhje të Zotit të gjithësisë. Por kjo përzgjedhje e ka një start. E ka një pikë. Dhe ajo është pika fillestare e përzgjedhjes për të qenë musliman. Ndaj, duke ja kujtuar vetes këtë të mirë që Zoti na e ka dhënë, ne fillojmë dhe dalim nga ai kurthi i shejtanit që thot: po e mirë është ajo që ti lexon edhe dëgjon. Mirë po ata janë tjetër dhe ti je tjetër. Çdo musliman është i përzgjedhur prej Zotit. Dhe Zoti ja shton udhëzimin simbas rinovimit që njeriu kërkon në besimin e tij. Ndaj edhe thot Allahu i madhëruar në Kur'an: "Walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Ata të cilët e kërkuan udhëzimin, Allahu i madhëruar udhëzimin u dha dhe devotshmërinë u ashtoi. Që do të thotë se njeriu në raport me besimin duhet të jetë në raport aktiv. Siç përpiqet njeriu të sigurojë ushqimin ditor, do duhet përpiqet më shumë të sigurojë ushqimin shpirtëror. Dhe njeriu që është aktiv me kërkimin e gjës që i përmbush nevojat dhe interesat, nuk plaket një lloj me njeriu që është pasiv në kërkimin e përmbushjes së nevojave dhe interesave. Dhe të gjithë ne e kemi dëgjuar jo pak herë kur flasim për moshën e shtyrë dhe të thyer, që angazhojet bëj diçka sepse puna e mban të gjallë edhe të fortë. Apo jo? Kështu duhet jemi dhe me besimin. Po për të shpëtuar sërish nga i kurthi i dreqit, do duhet i kujtojmë vetes tonë një tjetër pikë të rëndësishme mbas asaj të parës që Zoti na ka përzgjedhur, ashtu siç ka përzgjedhur edhe muslimanët e parë. Dhe se Zoti na ka lënë në dorë ta shtojmë dhe ta rinovojmë besimin ton, ashtu siç la në dorën e tyre ta shtojmë dhe ta rinovojmë besimin e tyre. Edhe pikën tjetër që
Ne muslimanët sot, si në të rinjt e këtij këndit këtu, edhe ju shumë të rinjt e këndit andej, duke i shtruar vetes pyetjen. Ata sahabat herë, a ishin më të mirë se ne? Si thoni, po apo jo? Po, jo, ndoshta. 3 medhhebe janë, kë zgjidhni? Po, jo, apo ndoshta? Ë? Krejt po, kushta jo? Jo, tash i kemi 2 medhhebe. U bëm 3, i e zauruam krejt medhhebet. Po, jo, ndoshta. Ata sahabat herë, ku shumica e pranishmëve tha, ishin më të mirë. Dhe pa dyshim, që ata kanë shumë element për cilat janë më të mirë se sa ne. Dhe ata njerëz që Zoti i gjithësisë i zgjodhi për të shoqëruar më të mirin e pejgamberëve, nuk i ka zgjedhur rastësisht. Dhe pa dyshim ata janë më të mirë se sa ne. Pa dyshim ata janë më të mirë se sa ne. Mirë, po për të dalë nga i kurthi i dreqit, duhet i shtrojmë vetes pyetjen tjetër. Ata që ishin më të mirë se sa ne sot, kushtet atëherë, a i kishin më të mira se sa ne sot, apo jo? Si thoni? Ka ndonjë që thot po? Ka. Ka ndonjë që thot ndoshta? Ë? Do thosh ndoshta prap apo? Ndoshta. Ë? Shqiptari nuk thën kollaj, kështu që ndoshta prap. Allah të rrit. Ata sahabat herë, për të kuptuar se a i kishin kushtet më të mira se sa ne sot, apo jo, duhet bëjmë disa nën pyetje. E para, ata sahabat herë, a lindën familje muslimane, apo lindën familje jo muslimane? Jo muslimane. Ne sot, të paktën shumica jon, ka lindur familje muslimane apo jo muslimane? Muslimane. Pra u bë një pikë që ne e kemi kushtin sot më të mirë se sa atëherë në atë kohë, apo jo? 1. E dyta, shumica e sahabëve lindën, ram dakord që kanë lindë familje jo muslimane, shumica atyre dërmuese. Po, a lindën musliman apo jo musliman? Jo musliman, shumica atyre. Po kur hyn në islam, a i puthi baba dhe nëna në ball, apo baba dhe nëna i kanë penguar për të bërë musliman? I kanë penguar. Dhe jo vetëm i kanë penguar, edhe i kanë luftuar. Po ne sot, që kemi lindur në familje muslimane, me prindër muslimane, baba dhe nëna, na kanë penguar, apo na kanë motivuar? Tash, a mund me pas, diçka ndryshe mund me pas, po flas si shumicë. Përderisa ata kanë lindur në familje jo muslimane. Shumica dërmuese e tyre, se ka patur sahabë vegjël që kanë lindur familje muslimane. Shumica e tyre kanë lindur jo musliman. Dhe shumicën e tyre prindrit e kanë luftuar dhe e kanë penguar që të mos bëhej musliman. Ndërsa ne komplet anasjelltas. Lind pyetja, a do duhet që ne të bëjmë
të paktën si kanë bërë ata, duke patur kushte më të mira se sa ata? Do duhet. Pse? Sepse prindrit kanë qenë musliman. Prindrit na kanë mësuar dhe edukuar me islam në një mënyrë apo në një tjetër. Kë më shumë edhe kë më pak. Edhe kur kanë parë që kemi shkuar në xhami, shumica e prindërve janë gëzuar. Edhe kanë motivuar, edhe kanë mbështetur, edhe kanë përgëzuar. Ndaj arsye për të mbetur te kurthi i dreqit që ti nuk e ke mundësinë të bësh si ata shokët e rinj të pejgamberit alayhi salatu wassalam, nuk ka arsye të gjej vend në zemrën dhe në mendjen e muslimanit. Dhe për ta mbyllur, dua të them edhe një porosi të fundit, duke marrë shkas edhe nga fjala e hoxhës për rinim, por edhe nga fakti që ne jemi mbledhur në një xhami të re të shqiptarëve këtu në Hildresheim. Do duhet patjetër që kjo xhami e re e shqiptarëve në këtë qytet të shërbej edhe për xhamatin, që të rinovoj besimin e tij nëpërmjet shtimit të dijes, pasurimit të edukatës dhe shtimit të volumit të punës cilësore. Shqyqyr Zotit, hoxhën e Kenit hajrit, Allahu e ruajt, edhe vetë si xhamat elhamdulillah jeni i hajrit, po shqyqyr Zotit edhe kushtet këtu në këtë xhami të re të shqiptarëve janë të mira elhamdulillah. Shpresoj nesër kryhet blerja edhe rinovohet, dhe do duhet që ashtu siç do rinovoni xhamin, të rinovoni besimin tuaj, lidhjen tuaj me njëri tjetrin, lidhjen tuaj me çdo familje shqiptari në këtë qytet. Do duhet patjetër të rinovoni lidhjet tuaja, xhami xhamat dhe me shqiptarët në këtë qytet. Mos lejoni dreqin t'ju pengoj nga kontaktimi, komunikimi me çdo familje shqiptari këtu. Dhe mbas kësaj, me këtë mundeni, gjerman qofshin apo jo gjerman. Duhet patjetër që kjo xhami e re e shqiptarëve të shërbej për rinovimin e besimit tek çdo antar i saj dhe tek rinovimi i vlerave dhe virtyteve në këtë qytet të Gjermanisë. Nëse këtë gjë do e bëni, duke e përcjell fjalën e Zotit në shtëpia, në shkolla, në spitale, në institucione, çfarë do lloj qofshin ato institucione, sociale, paraburgimi, a burgimi, a shtetërore, a private, ju do të mbeteni me lejen e Allahut madhëruar, të rinj, të ngjashëm me të rinjt për cilët foli hoxha i nderuar, dhe që do ju regjistroj historia në faqet e saj që do të lexohen vazhdimisht. Se historia ka dhe faqe që mbyllen edhe nuk hapen më kurrë. Po ato faqe janë për njerëzit që nuk lënë gjurmë, apo për njerëzit që gjurmët e tyre shuhen shpejt, jo për njerëz që lënë gjurmë të thella me ndikim që shtrihet ndër dekada dhe shekuj. Dhe ju e keni mundësinë që me lejen e Allahut madhëruar, duke ju referuar fjalëve të hoxhës Zeid, të arrini këtë gjë. Zoti ju nderoft, ju begatoft,
na rinoft të gjithëve besimin, dijen, fjalën e mirë, punën e mirë, vllazërinë mes nesh dhe përhapjen e fjalës së Zotit, vlerave të Islamit në çdo shoqëri ku gjendemi dhe na rrethon. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dhe ma bëni halal edhe për zgjatjen edhe për daljen nga tema.